Emisioni vazhdon. Ka ardhur momenti më i bukur. Ftojmë në skenë zotin Filip Çala. Urime për emisionin, keni një nga emisionet më të shikuar dhe uroj që të ketë jetë gjatësi. Shumë faleminderit. Mund të akomodoni, ju lutem. Faleminderit. Përshëndetje zoti Filip. Fëmijët tanë janë gati t'ju drejtojnë juve 8 pyetje, ku ju do të tregoni vlerat tuaja si intelektual. Faleminderit. Jeni gati fëmi? Kush e ka radhën? Juri? Ju keni një familje të edukuar. Ju keni një familje të edukuar. Dimë që dhe fëmijët i keni intelektual. Keni bërë ndonjëherë? Po lexoje. Ju keni një familje të edukuar. Ju keni një familje të edukuar, dimë që dhe fëmijët i keni intelektual. Kush ka qenë kontributi juaj dhe a e trashëgoj ndonjë fëmijë? Tani, familja ime përbëhet prej 5 pjesëtarësh, jam unë, bashkëshortja, edhe 3 fëmijë. 2 janë djemë dhe 1 është vajzë. 2 djemët, djali i madh ka marruar për mjekësi edhe atë kualifikimin dhe specializimin për kirurgi përgjithshëm. Tani punon në Kanada me një specialitet tjetër me smundjet e gjumit. Është kualifikuar atje, ka bërë një shkollë tjetër edhe e ushtron zanatin. Ndërsa djali i dytë është inxhinier ndërtimi, kurse vajza, ashtu siç isha vetë mësues, edhe bashkëshortja, e nxuarëm edhe një mësuese. Ajo ka mbaruar Fakultetin e Shkencave të Natyrës për degën biokimi, edhe fati i qelloi edhe asaj të shkojë pranë të vllajt në Kanada. Të 3 fëmijët kanë krijuar familje dhe bëjnë jetë të lumtur. Po Prishila. Ju keni qenë mësues dhe drejtues në shkolla. Ku jeni ndjerë më i plotësuar, në mësimdhënie apo si drejtues? Tani profesioni im ishte i tillë që kishte edhe veprimtari.
po më e bukur është të jesh mësues, të merresh me edukimin dhe mësimin e fëmijëve dhe të rinjve. Unë bëra goxha vite, mbusha gati një gjys shekulli me profesionin e mësuesit dhe të drejtuesit, por thash edhe një herë që më e bukura është që të jesh mësues dhe të merresh me mësimin dhe edukimin tuaj, të brezit të ri, të brezave të ardhshëm. Faleminderit. Po, Frida. Pse edukimi fizik është bërë dhe vazhdon veç vajzave dhe veç djemve, në një kohë të gjitha landët mësimore bëhen bashkë, madje edhe në një bankë. Tani, procesi i kalitjes fizike është një proces shumë i rëndësishëm për jetën e shëndetshme të fëmijëve, të brezit të ri dhe të njerëzve në përgjithësi. Ndaj, ju kushtua me vendosjen e kësaj ministres së re që edukimi fizik të kaloj me 3 orë në javë, sepse një smundje që i ka pushtuar qysh në moshat vogla, obeziteti, shëndoshja e tepërt dhe mos lëvizja shumë, sidomos në shkollë. Dhe një gabim i madh u bë që në shkollën e mesme kohët e fundit u hoq fiskultura dhe sidomos nga vitet e larta të shkollës mesme maturës. U la një lënd që me zgjedhje që ta zgjidhin vetë. Po kjo nuk ishte e drejtë, nuk ishte e vërtet, ishte në gabim shumë të madh dhe prandaj u vendos përsëri dhe një gjë tjetër që fiskultura u shtua si një orë tepër siç ishte në krahasim me programet e kaluara. Dhe prandaj, duke i kalitur, duke u marrë me aktivitete, duke u marrë me veprimtari, fëmijët do të jenë më të shëndetshëm, sepse është një proverb franceze që thot, mendje e shëndosh në trup të shëndosh, po jo i dhjamosur. Debora, Në çfarë disipline sportive jeni diplomuar, a jeni bërë burim frymëzimi për nxënësit tuaj? Tani, Fakulteti i Edukimit Fizik, ose më mirë Instituti i Fiskulturës në ato vite që unë kam mbaruar, pastaj më parë kam mbaruar edhe Fakultetin e Matematikës, sepse në ato vite, flasim për vitet 70, nuk na i jepnin këtë të drejtë për pasionin që kishim dhe dëshirat që kishim. Kështu që unë u detyrova të mbaroja për matematikë. Por megjithatë, nuk më linte dëshira që të mbaroja edhe këtë të fiskulturës dhe e mbarova. Më shumë unë jam marrë me atletik dhe me basketbol. Dhe kohët e fundit që e mbylla në shkollën private tani, tek kolegji profesional i sporteve këtu në Fier, qefi im ishte basketbolli, ka qenë pasion, është dhe do të ngelet. Edhe kohët e fundit kam lozur basketbol. Ky është hobi im dhe pasioni dhe dëshira. Si sport. Elisa? Gjatë karrierës tuaj si mësues dhe drejtues, a keni patur ndonjë rast tipik dhe si e keni përballuar? Na jepni një shembull negativ ose pozitiv. Tani vështirësitë janë shtuar më shumë, sidomos tek puna e drejtuesit, sepse dhe jeta e fëmijëve tashi ka ndryshuar shumë. Më shumë ka pasur më parë te fëmijët bindje strikte tek mësuesit, tashi nxënësit janë më të lirshëm, janë më të çiltër, flasin hapur, veprojnë hapur, dhe më pa ngurime, kështu që edhe mësuesi duhet të ketë shumë kujdes që të merret me fëmijët, sepse edhe fëmijët kanë personalitetin e tyre dhe nuk duan ndrydhur dhe nuk duan ofenduar asnjëherë. Nuk duhet bërë asnjëherë asnjë lloj presioni psikologjik edhe fizik, sepse akoma ka që ndodhin tek tuk sa do të vogla
po që nuk duhet të ndodhin asnjëherë. Unë asnjëherë me fëmijët që jam marrë s'kam vënë dorë asnjëherë. Asnjëherë. Dhe jam mirë pritur dhe s'kam pasur asnjë lloj problem me nxënësit. Për tu atakuar. Puna e mësuesit është e këndshme, por edhe vështirë. Kështu që do të ishte një respekt në qoftë se do të prisni një duartrokitje të fortë nga ju. Faleminderit. Po, Ana Maria. Zotëri, më mirë të jesh një sportist i mirë apo një mësues i suksesshëm? Ku e inkuadron ju veten tuaj? Tani mësuesi i edukimit fizik, përveç se duhet jetë një specialist i mirë, duhet jetë edhe një veprues konkret në procesin mësimar. Jo vetëm t'i di, po dhe duhet t'i demonstroj ato në orën e mësimit. Sepse, po nuk e tregove, nuk jepet, fiskultura nuk ka fjalë shumë. Ka pak fjalë, ka dhe shumë veprime, ka shumë punë. Sepse është tamam si një mësues në volejboll, që u mëson nxënësve dhe kur bën shërbimin e volejbollit, nuk e bën mirë dhe i thot nxënësit, nuk e bëre mirë, po nuk bëhet ashtu. Vetëm me këto fjalë mbyllet tek ai mësues që nuk është mësues edukim fizik i mirëfill. Aty mësuesi duhet ta demonstroj, nuk e bëre kështu, po duhet ta bësh kështu, ja është rezultati. Prandaj mësuesi duhet të jetë gjithmonë dhe rekomandohet që mësuesi deri në moshë të madhe, sa të jetë e mundur, çdo veprim, çdo ushtrim duhet ta demonstrojë përpara nxënësve, jo vetëm të jetë në aspektin gojor. Vetëm të folur. Faleminderit. Po ju pëlqen edukimi fizik? Dea? Po të ndodhe shkuara juaj, çfarë do të bëni t'ju dhe a e bërë pishmak për ndonjë ëndër në sirtar? Koha jonë ka qenë shumë e vështirë, tani për juve është shumë herë më lehtë që atë dëshirë që keni ta realizoni. Tek ne, unë kam pas një dëshirë dhe e kam realizuar. Dëshira ime, në ato pak dëshira që kishte atëre, doja të bëhesha mësues. Dhe i arrita qëllimin. Ishte shumë e vështirë, por rastësia qelloi që u bëra mësues. Pastaj, mësues të edukim fizik dhe të realizova. Por kam pas dhe një dëshirë tjetër që edhe për matematikën, unë i kam dhënë të dyja, i kam ushtruar të dyja në shkollat ku kam dhënë mësim dhe të dyja i kam dhënë me dëshirën më të madhe. Dhe nuk kam ndjerë asnjëherë lodhje, asnjëherë mërzitje. Edhe sot, po të ke mundësi, unë nuk mërzitem kur. Dhe të shpjegoj tërë kohën, 5 orë mësim matematik. Klea, ju tashmë jeni bërë gjysh. Si ndjehet emri juaj tek fëmijët? Po për këtë lituaj kundrejt nipërve dhe mbesave, kë doni më shumë? Niprit dhe mbesat janë të dashur që të gjithë dhe nuk bëhet asnjë lloj diferencimi. Unë kam 3 mbesa dhe 1 nip. Dhe i kam shëndoshe mirë, dashuria dhe malli për ata që i kam jashtë, më merr shumë malli, po duke folur tani në Skype, do më realizohet ajo, po të vështirë ka qenë ato vite më para që nuk flisje dhe nuk komunikoje, vetëm me telefon. Kurse, sot, unë do isha në Tiranë, të mbesa e dashur që kam atje, se nëna vajti atje, ndërsa unë me që kisha këtë emisionin për të realizuar këtu, ju shmanga. Kështu që do të realizoj një herë tjetër. Malli është i madh. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Me leje, Ariola dhe Malbina, Po Sara, çfarë pyetje ke ti? unë dhe shoqja ime Eiza i kemi përgatitur gjysh Filipit një surprizë. Hajde Eiza, hajde zemër, ma jep dorën,
Mos ki turp se flas unë e para. Hajde zemër. Me këtë pamje që keni më ngacmon një pyetje. Bashkëshorten e keni kurorzuar me dashuri apo me mblesëri? Unë me bashkëshorten time jam lidhur me dashuri. Kanë qenë vitet e hershme, vitet 65, po dhe atëhere ka pasur dashuri. Dhe dashuria nuk shter asnjëherë sa tër të jetë jeta ose jetë gjatësia e njeriut. Kështu që dashuri ka. Dhe dashuria është e shumë llojshme. Kështu që edhe unë qysh atëherë me dashuri e martuar. Faleminderit gjysh Filipi, ndërsa shoqja ime Eiza për ju mësuesi dhe për gjyshrit ka përgatitur një vjersh me disa vargje të shkutra. Përshëndetje gjyshi. Përshëndetje. Dua t'ju bëj një surprizë, të jap një karajfil. Për ju gjyshrit është dhurata më e mirë. Ju kur me ne luk lodheni, na përkëdhelni, na ledhatoni, edhe ne ju duam shumë. Por një shprehje e dëgjoj shpesh. Ti je mbesa më e mirë, mjalti i mjaltit, o birim. Faleminderit, faleminderit. Sukses e juve, në madhet i paqen. Faleminderit shumë. Dhe tani vjen surpriza. Sot do më falni të gjithëve. Së pari dua të përqafoj profesor Filipin. Faleminderit. Ta kam zilin për shëndetin dhe të uroj jetë gjatë profesor. Faleminderit dhe suksese. Ale po t'isi në një boksier do kështë lënë atan? Jo, ja marrë me atletik më shumë. E po mirë. Profesor, unë quemi pa ndreshmi, po këta shokët e mi ma kam vënë emrin e tillë. Unë nuk jam i tillë, pa tjetër. Sa kohë që je i pandrejshëm? Atë se di as vetë. Unë kam për juve 2 pyetje. Nëse nuk e ndjeni veten të endet që mund të përgjigjeni, e dini vetë, duar të përpjet. Pa tjetër. Besoj se je gati për pyetjet, profesor. Po të pres. Kemi dëgjuar shpesh për dopingun. Çfarë substance kimike përmban dopingu? Këto janë substanca të cilat e stimulojnë, për shembull, ti ke dëgjuar tek ta peshngric, që neve andeja umburrëm, po duke marrë nga këto substanca të cilat janë të ndryshme dhe veprojnë në organizmin, sidomos te muskujt, që i stimulojnë ata, tamam si punë e këtyre perimeve dhe pemëve që i stimulojnë qoftë në pjekje, qoftë në rritje, edhe në zmadhim të frutave apo të domateve. Kështu që edhe ky dopingu është një substancë kimike të cilët forcojnë dhe stimulojnë muskujt për të bërë veprime të tilla. Ato përdoren çfarë do lloj sporti. Por pyetja ishte çfarë substance kimike përmban? Unë nuk kam mbaruar për biokimi, se po të kisha mbaruar për biokimi, do të kisha dhënë përgjigje. Kështu që Atëherë po kaloj te pyetja e dytë. po.
Cila kafsh është më e shpejta me arritje maksimale në vrapim? Se kam krahasuar veten, unë jam marrë me atletik, po ta kisha krahasuar do kisha bërë në një garë me të dhe do shikoja që ku do më lindë ajo, apo do ta lija unë atë. Atëherë të falenderoj për jo përgjigjet. Në qoftë se do isha përgjigjur, atëherë formati juaj si do e kishte? Faleminderit për përgjigjet. Faleminderit dhe juve. Mirupafshim. Një duar trokiti të fortë për të pandrejshmin ton, i cili me shakat e tij i argëton të ftuarit tan. Por gjithashtu edhe ju. Ju falenderoj të gjithve për vëmendjen. Ky ishte dhe emisioni ynë për sot, Pse 8-2. Miru takofshim të premten e ardhshme në orën 18.